Jo në emrin tim, është fushata që ka nisur në rrjetet sociale pasi që kryeministri i Shqipërisë Edi Rama mori çmim nderi nga presidenti i Izraelit Isaac Herzog. Po e marr në emër të gjithë shqiptarëve, u shpreh Edi Rama. Ka mjaftuar kaq për të nisur fushata virtuale jo në emrin tim, pasi që ky çmim vjen në një kohë kur e gjithë bota është e vetëdijshme për gjenocidin që po bën Izraeli në Palestinë. Edi Rama ndër të tjera tha: "Ky nder i madh nuk mund të jetë vetëm për mua, po e marr në emër të gjithë Shqipërisë, në emër të popullit shqiptar, musliman dhe të krishterë, të cilët vunë edhe jetën e tyre në rrezik gjatë orëve të errta të historisë moderne, e që e kthyen vendin tim në të vetmin vend modern në Evropë, që mbylli luftën e dytë botërore më shumë hebren se sa që ishin në fillim." Kjo vizitë vjen pikërisht në një kohë kur Izraeli vret pamëshirshëm civil dhe fëmijë në Palestinë. Kreu i Shqipërisë në kuadër të kësaj vizite ka njoftuar se Shqipëria po përgatitet për hapjen e dy qendrave kulturore hebreje. Si mendoni ju, në emër të gjithë shqiptarëve apo jo në emrin tim?